Godinat e shkatruara të ish fermentimit të duhanit cigareve Shkodër, çdo ditë që kalon bëhet më të rrezikshme për banorët e kësaj zone, e në veçanti për fëmijët. Nik Pjolli nga Dugaxhini, banor prej 32 vitesh në zonën informale të ish kombinatit të Drurit, shërben si roje këtyre godinave për të parandaluar ndonjë ngjarje tragjike. Përgjegjësia jonë është për me i rujt, mos me na hi kalamet me na i zanë ndërtesat, njerëzit me fjalë kryesisht komplet. Njerëzit edhe na me i bo shërbim si me kanë e jona. Se e jona krejt komplet është e ke përgjysh, kur shtetit pagun e ke përgjysh për një punë, je detyruar për me punua ke përgjysh për ta. Edhe me mirëmojt e me i rujt. Mirë bo për rreziku i madh këtu se këta janë nërtesa 70-80 vjeçare. Vetëm mos na zonë fëmin ka të kalojnë me shkue në shkollë e njerëzit. Pjolli thotë se çdo ditë që kalon gjendja këtyre renojave bëhet më rrezikshme dhe ai nuk duhet vonuar ndërhyrja e shtetit për të gjetur zgjedhje, pasi kanë kaluar mbi 30 vite që ato janë lënë në këto kushte. E lutem bashkisë, shtetit, që të merrin mosha për këtë punë, sa më shpejt t'i bjen mrapa, ose t'i shemin këtë pjesë që është ona rrugës, ose bëjnë diçka me të. Territori i fermentimit të duhanit Shkodër është kërkuar nga Këshilli Bashkiak me një kërkesë të veçantë drejtuar qeverisë që t'i kalojë për administrimin bashkisë, pasi aktualisht figuron ende në inventarin e Ministrisë së Bujqësisë. Në fakt, si këto godina të degraduar të ish ndërmarrjeve shtetërore të para viteve 90, janë rreth 50 të tilla në qytetin e Shkodrës. Mjerërisht ato janë lënë në mëshirë të fatit deri në ditët e sotme, duke përbërë jo vetëm rrezik për qytetarët, por dhe duke dëmtuar rënd imazhin e qytetit. E pa justifikueshme mungesa kujdesi ndaj këtyre pronave publike, ku shumë prej tyre godinave mund të ishin përshtatur për nevojat të tjera, ndërkohë që sot janë kthyer në grumbuj rrenojash.